Pas një shuplake të fuqishme në raundin e parë të votimit, Bundestagu gjerman me shumicë absolute votoi sot në raundin e dytë kancelarin e ri Friedrich Merz dhe kabinetin e tij qeveritar. Për kancelarin e ri kanë votuar 325 deputet, që është 9 vota më shumë se sa që ishte shumica absolute, sepse për zgjedhje në këtë post nevojiteshin 316 vota. E thash në fillim pas një shuplake të fuqishme, sepse Merzi dhe kabineti i tij qeveritar kanë dështuar në raundin e parë të votimeve, gjë që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e pasluftës së dytë botërore parlamentare në Gjermani. E interesante është që Friedrich Merz nuk i ka fituar as në raundin e dytë të gjitha votat e deputetëve të koalicionit të ri të Unionit CDU-CSU dhe Socialdemokratëve SPD. Sidoqoftë, Friedrich Merz fitoi në raundin e dytë dhe ai do të jetë kancelari i 10 i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore. Friedrich Merz është kancelari i dytë më i moshuar i Gjermanisë pas luftës, por pritjet nga ai janë vërtet shumë të mëdha. Gjermania gjendet në një krizë të madhe ekonomike. Problemi i migrantëve është i madh. Raportet me Amerikën dhe Trumpin janë të tendosura. Lufta në Ukrainë po vazhdon me intensitet të njëjtë e ai ka premtuar se do të dërgojë në Ukrainë edhe raketat më moderne gjermane Taurus, e gjendja në lindjen e mesme është jashtëzakonisht e rëndë, siç e thash, ka dhe probleme të tjera të shumta të brendshme. Detyrat e kabinetit të ri qeveritar dhe të Merzit janë vërtet të shumta, ndërsa fillimi i Merzit me siguri që nuk ishte i lehtë, sepse që në fillim ai përjetoi pra një grusht të fuqishëm që nuk ka përjetuar asnjë kancelar para tij. Sidoqoftë, kabineti i ri qeveritar do të ketë 17 ministra. Zëvendës kancelar i Gjermanisë dhe ministër i financave është tani Lars Klingbeil, kryetar i Partisë Socialdemokrate. Ministri i jashtëm i Gjermanisë do të jetë Johan Wadephul, një njohës shumë i mirë edhe i zhvillimeve në Ballkan, si dhe natyrisht në Kosovë e Shqipëri, për të cilat ka pasur disa herë dhe deklarata publike. Ministri i brendshëm do të jetë Aleksandar Dobrindt i Partisë CSU, e kjo do të jetë një prej detyrave më të rëndësishme të tij, në veçanti kur dihet problemi me migracionin ilegal dhe dëbimin nga vendet e atyre që nuk kanë të drejtë të rinë në Gjermani. Megjithatë, një prej detyrave më të vështira do të ketë ministrja e ekonomisë dhe energjisë Katerine Reiche, e as më pak detyra të lehta do të ketë ministri i re e punës dhe çështjeve sociale Berbel Bas, si dhe natyrisht ministri i ri dhe i vjetër, mund të themi, mbrojtjes Boris Pistorius. Sa i përket ndarjes së posteve, partitë e Unionit CDU-CSU do të kenë 10 ministra, ndërsa SPD-ja do të drejtojë 7 ministri. Siç e thash, dita e parë e kancelarit të ri dhe e qeverisë së re ishte vërtet e papritur dhe e përplot me gjemba. Detyrat janë shumë të mëdha, shumë të rënda, e ne me siguri që do të përcjellim me shumë vëmendje veprimet e kësaj qeverie, sepse shumë gjëra dhe shumë ligje që priten në ditët në vim dhe në javët e muajt në vim, natyrisht prekin çështje që kanë të bëjnë me të gjithë në Gjermani, pra edhe me shqiptarët e shumt që jetojnë në këtë vend. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, ndërsa unë ju falenderoj shumë dhe ju premtoj se punën e kësaj qeverie do ta ndjekim me siguri me shumë vëmendje. Faleminderit dhe mirupafshim.